Realiteti i errët i njerëzimit. Kur në vitin 1900 Nikola Tesla kërkonte që t'i falte njerëzimit rrymën elektrike apo shpike të tjera, e klasifikuan si të çmendur. Madje në vitin 1943 e hoqën qafe. Në fakt, gjitha studimet e tij u deklasifikuan, por u zhdukën dhe me kalimin e kohës sot ato quhen inovative. Çfarë po ndodh dhe pse njeriu duhet të njohë këto informacione? Sepse ne jetojmë në këtë planet që gjasme na duan. Jetojmë në këtë planet që jemi pjesë e këtij planeti dhe duhet jemi të informuar, sepse diçka ndodh nëse ne jemi të informuar. Si gjithmonë, kush është rastisht, nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Nuk është se unë di gjithçka, absolutisht jo. Unë ju them ato çka unë di dhe mendoj që është kështu. Ndaj dhe do të dëshiroja që edhe ju, nëse mendoni që është kështu si shtem unë, do të dëshiroja një komentin tuaj ose ta diskutojmë së bashku. Atëre, duhet të dini që ne sot pagojmë çdo gjë pagojmë. Në vitin 1000, sepse kishte filluar që në vitin 1800 ca që të paguaj ujë, pra ujë në bashkit apo në Angli kjo fillimisht, apo në Amerikë apo në vende të tjera. Uji që ne pim, sepse u tha që ishte i rëndësishëm që të paguanin të gjithë në vitet 1800. Pse? Sepse nëse do pagonin, do bënin këto kanalizimet. Pra ky ishte shkaku, pagoni që të bëjmë kanalizimet që të vijë uji tek ju. Fillimisht ishte kështu. Por rreth viteve 1970 kur uji u bë me pagesë që ti pagon taksa për ujin, nuk ishte vetëm ky shkaku, por ishte shkaku edhe i ndotjes. Pra ujrat derdheshin pa mas. Duhet të dini që kur është shfaqur uji në këtë planet, nuk është shpërdoruar as edhe një grimc uji. Një grimce vetë, një pik uji nuk është shpërdoruar. Është i njëjti uji. Por reciklimi i ujit është bërë akoma më i vështirë, sepse duhet të dini që reciklimi i ujit bëhet nëpërmjet avullit, ngrohet tokës dhe të ujrave që ikin si avuj në hapësirë, pastaj bie rreshje. Dhe duhet të dini që me kalimin e kohës kjo, pra stinët janë spostuar dhe ka probleme të mëdha pra të ujit, por uji ka sa të duash. Tani lind pyetja, pse u bë uji me pagesë dhe kush i merr këto para? Në të gjithë botën, uji është bërë, në të gjithë botën po flas, u bëm gradualisht me pagesë. Dhe nuk ka shtet në botë që nuk pagon pra për ujin. Por sa kushton që të bëhen këto kanalizimet? Atëre, duhet të dini që për kanalizimet është paguar që për kohrave antike, u bën kanalizimet. Tani nuk ka më nevojë për kanalizime. Atëre lind pyetja, pse duhet të vazhdoj të pagoj njeriu dhe për më tepër, pse duhet të rriten çmimet? Pra kush këtu është Chelsea, nuk e di më kuptoni apo jo. Sepse duke kuptuar këtë do kuptoni çdo gjë. Ata që janë vendosur për të bërë kontrollin e ujit, unë po flas vetëm për ujë, por do të them edhe të tjera pastaj, janë ata që janë të lidhur me grupe të rëndësishme, sepse secili grup ka kuotat e veta, japin para për këtë, me një fjalë para që të jenë aty, që të kontrollojnë ujin, sepse bëhen merimetime për ujin. E dini se sa merimetime bëhen për ujin apo jo? Shiko, çdo ditë prishen tubacionet, çdo ditë hidhen kontingjente brenda, si për shembull klor, që të dëmtoj gjendën pineale apo probleme të tjera, dhe të bëhen edhe kontrolle të tjera të ujit, të hidhen gjëra të rëndësishme që me kalimin e kohës ato mundet të krijojnë probleme në njeri. Tani, pse po ju them për këtë? Sepse duhet të dini që tubacionet që atëhere janë bërë, janë krijuar dhe vazhdohet ende sot që njeriu të pagojë taksa për ujin. Dhe këto taksa rriten gjithmonë më shumë. Dhe këtu që unë dua të ndalem për të kuptuar se çfarë ndodh. Pse duhet të ndodhë një gjë e tillë kur ne e kemi paguar, për shembull, kanalizimin e tubacioneve. Pse duhet pagosh sot? Duhet vazhdosh të pagosh që nga vitet 1970 vazhdon ende sot dhe do të vazhdosh në pafundësi. Por prisni. Sepse nuk është fjala këtu vetëm për ujin. Nikola Tesla, siç po i thosha, kishte shpikur, i madhi shqiptari Nikola Tesla kishte shpikur pra energjinë elektrike falas, me anë të rrymës elektrike wireless. Ishte ai zotëria që shpiku wirelessin. Dhe wirelessi së bashku, ai wirelessi që përdorin për këto ruterat sot, pra për modemat, për modem, ishte pikërisht Nikola Tesla që e shpiku
me anë të wirelessit. Dhe të gjitha studimet e tij, përveç se e hoqën qafe, i morën, i futën aty diku dhe pastaj i nxorën pas disa viteve, pas 20 viteve apo 50 viteve, se thanë që, shiko, tani kemi zbuluar këtë, asgjë s'kishin zbuluar, sepse kishte zbuluar tjetër kush. Megjithatë, Nikola Tesla nuk bëri gjë tjetër veç se kërkonte që të jepte energji falas. Dhe duhet të dini që sot kanë dalë haptazi tani, sa kompani të mëdha që mund të japin energji me anë të energjisë wireless, por me pagesë. Tani lind pyetja, pse duhet ma bësh ti me pagesë? Ti mund të shesësh, për shembull, atë makinerin, që, për shembull, nëse ti do ta shes makinerin $1 milion, e zëm, të një fshati, jepja. Shite $1 milion, e blejmë ne, gjithë bashkë, vijemi të gjithë bashkë dhe blejmë $1 milion një makineri. Pse duhet të ma shesësh mua ti gradualisht dal nga dal që muaj për muaj të më marrësh para, për çfarë arsye? Atëre, po sikur kjo të jetë një teknologji, si që thash më përpara, e zbuluar nga Nikola Tesla, dhe ta bëjmë edhe ne, të njëjtën gjë, nuk e bëni dot. E dini pse? Sepse ti s'ket të drejtë të bësh diçka të tillë, pra falas që ta bësh ti për shtëpinë tënde, sepse të vinë dhe të arrestojnë, të bllokojnë atë që ti bën, pra projektin tënd. Pse? Sepse kështu është. Ka disa lobe që kontrollojnë çdo gjë, kontrollojnë edhe gjën më të vogël si ju thash më përpara. Kontrollojnë që nga uji, nga energjia elektrike, nga shërbimet, çdo lloj gjëje që ti bën gjatë jetës tënde. Dhe ndaj e citova që në fillim kur ju thash që historia e zymë të njeriut, pra ose e ardhmja e zymë të njeriut, ose udhëtimi i zymë të njeriut, ose çka do që të thoni ju, është e zymt. Pse? Sepse unë nuk dua ta bëj gjithëzi, por dreqe mori. Të gjithë, çdo gjë që na rrethon, çdo gjë, nga çdo vend që hap syt, në çdo gjë ti paguan. Paguan çdo gjë, në çdo cep të jetës. Dhe edhe tani ushqimet që ishin ajo më e rëndësishmja, janë dyfishuar çmimet. Për çfarë arsye? Pikërisht pra sepse thonë që nuk ka më prodhimtari si më përpara, sepse tani stinët janë spostuar, si për shembull këtë vit që ka patur probleme të mëdha, pra të ushqimeve, dhe janë rritur çmimet. Ose nga ana tjetër janë rritur çmimet sepse thuhet që është problemi i naftës apo probleme tjera. Megjithatë, ju si e komentoni të gjithë këtë përmbledhje që bëra? Ju çfarë mendimi keni? Le ta diskutojmë. Sepse teksa kemi 2 minuta kohë, bëj ndonjë informacion, kështu që të jemi këtu bashkë, të diskutojmë këto informacione, sepse jetojmë në këtë planet dreqemori. Dhe sa po hapim e mbyllim syt, sepse kaq është jeta, kur shikon pastaj, pas një farë kohe, që ti ndërgjegjësohesh, pas moshës 50 vjeç, thua dreqemori, po të bëjmë diçka. Mirë po, jeta është e shkurtër pastaj, sepse mjaftoi 10, 15, ndoshta 20, ose ndoshta 30 vjet tjera, dhe ti mundohesh që t'japësh informacione. Por tashmë, duke të thënë që je plakur nga mendimet, ose je i gjatë në përmendime, atëre, ata, përveç se i kanë mbyllur këto, me një fjalë, dijet, për trurin e tyre, por nuk kanë nevojë fare që të kuptojnë se në çfarë bote jetojnë. Në fakt, jetojnë në botën e ëndrave. Disa. Megjithatë, faleminderit që jemi për bashkë dhe faleminderit juve që gjendeni këtu. Pres.